Rikëthyem në studio është koha për më të rejat nga moti, si zakonisht edhe sot e kemi kolegun tonë me Dim Rugova, dëshojmë se si do ta kemi motin gjatë kësaj jave. Në mëngjesi me Dim. Si e? Mirë, faleminderit, mirë të patëm këtë gjanë një javë me më të ndryshueshëm, gjithmonë fillimi pak me diell, pas ditja masënej me treshëna, kryesisht rrebeshje, popullima, edhe këtë vikend ke po i njëjtë rast do të thotë rrebeshjet pas dite, në Prishtinë patëm, nëse mundem të regjia me slajtin e parë, veç të ilustrojmë do të thotë ditën e shtunë, patë edhe pak breshën do të thotë në disa pjesë të Prishtinës. Ditën e djeshme mandej kanë edhe ato treshëna të vëshuese do të thotë që kanë pej ku tash në fakt për shënimeve të Institutit Hidrometeorologjik, stacioni ishin vetëm të akumuluar diku në afër 20 mm, mi po me siguri që diku vise maluar ka pas më shumë treshën edhe për ato ndoshta edhe ka shkaktuar atë vërshim. Nëse mund të regjia me slajdin e parë, është të shohim ato kokrat e breshtit në Prishtinë që i patëm gjatë ditës shtunë. Është interesant se me të vërtet nuk pat far zhvillime shumë të madh do të vranësinave jos, po në atë moment që në ranë ato pak kokra breshni, po mandej ku maskuet do të ndryshoj moti, sa kishim intervale me diell, prap treshëna, me qenë se kemi edhe rrjedha e aty në vranësinave ka qenë non-stop prej Uglindje ka veri prendime edhe non-stop kanë ardhur mbi Prishtinë. Dhe kryesisht treshëna më të mëdha kanë qenë të koncentruar mbi Prishtinë, do të thotë. Okej, dëshojmë se kemi gati videon si ka qenë moti gjatë vikendit. Po, okej, këto do të thotë janë pamjet këtu në Prishtinë, do të thotë kokrave të breshnit që i patëm. Edhe pse do të thotë gjatë javës ku breshën ka pas, do të thotë në pjesë të ndryshme, duket ka Kamenica, ditën e djeshme edhe ka Ferizoj, ka pas ka pak treshëna të breshnit, mirë po që do të thotë këtu janë nështë pak për prill nuk janë fort të zakonshme, mirë po ka ndodhur edhe në kalumen, do të thotë edhe para diku 10 viteve, po duket ka pas ose më shumë se 10 vite mundet ka ndodhur me pas treshëna të breshnit, po në territorin e Kosovës, po kjo do të ishte pak më jashtëzakonshme, edhe kryesisht këtu janë tepër të lokalizuar, do thotë me një rajon shumë të lokalizuar, kështu që nuk janë tepër të shëndome. Shkojmë te slajdi tjetër, vetëm të shohim një rekapitulim, do të thotë pamje satellitore vjus. Prej ditës tonë deri ditën e djeshme, janë këto pamjet satellitore treja, do të thotë për satelitave Gjenata, tretë e EUMETSAT-it që i ka lansu satelitin në orbit, ka një rezolucion tepër detajum, ku do të thotë vrehen vranësinat shumë më mirë, edhe me këto pikat e verdha janë edhe vetëtima, do të thotë tashti ka mundësi për satelitit mi po edhe vetimat ku pënduhen. Në një farë mënyrë e shohim do të thotë stuhit ka janë të zhvillu edhe ka po vinë. Kjo do të thotë është ditën e premte, tash vjen dita e shtunë 26-in, do të thotë ja këto janë ato rrebeshet që i sillën edhe breshnin, derisa ditën e djeshme e kemi 27, zakonisht janë për mesditës, tash në fund vije deri te ajo vranësina mpej që ke e fundit. Do të thotë ajo është një zhvillim tepër i madh i vranësinave këtu me ngjyra kjo është një pamje e re që i thuhet sandwich. Në shkakun se është kombinim i fotografive vizibile, do të thotë që shën edhe njeriu, do të thotë është ato gjatësi valore i ka edhe satelitit që do të thotë vrehen tamani vrehen detajet e hijeve të rreve, po të njëjtën kohë me këto me ngjyra na tregon nalësinë e vranësinave. Edhe sa më të verdha apo të kuqe që janë, do të thotë nalësia e rreve është më e madhe, edhe do të thotë ato rreth puplore që shohim gjatë ditës vjose që po zhvillohen, kjo na jep më detajisht do të thotë sa kilometra po arrin nalësinë. Sa që shkojnë në ngjyrë më të verdha apo më të kuqe, do të thotë vranësinat ka qenë më të larta, edhe kushtet janë për me jep më shumë treshëna, po të njëjtën kohë ndoshta edhe breshën me qitë më shumë.
Ato në shajshojmë pak ma shumë verës, kur ti kem ato stuhit e zakonshme. Shkojmë të slajdi tjetër të shojmë pomjen radarike. Këtu i kem pomjen radarike të reshjeve ditës djeshme do të mpej, për shkita atje të peja këtë në fund dikun pas orës 5 dikun duket kanë do ato të reshnat për orës 5 deri në 6. Tash në bazë pomjeve radarike me këtë ngjyrën e verdhë është një vlerësim që jepet, se do thotë prej dënësisë grimcave të ujit që janë, ka mujt me pas dikun të reshna 20 deri në 20 mm, edhe po vret që kryesisht janë rreth grykës rrugovës, ose në pjesë ma malore, anë lipa për pjetë që janë ato pjesë malore. Me siguri, për më duket i njëjti skenar se kur që ishte në atë qërshorin 2028 që ka me fatalitet ajo stuhia në pe, për më duket edhe ditën e djeshme ka ashtu ka pas akumulime, po për fat nuk pat do të fatalitetën, vetëm që i ka përmbyt e përmbyti qytetin, edhe është problem do të të pove edhe për i pomjeve satelitore që zhvillohen këtu në Vrancina, ato problem para prakisht me ditë sa ka me pas tresh në mënyrë që me thonë e farë paralajmërimi me kopë me një ditë apo 2 ditë për para. Është problem këto mundet me ndodhë në qast, do të thëtë 1 orë, 2 orë për para mu zhvillohet ajo Vrancina, është problem do të thëtë me pas një parashikim te për të sakt njërë që edhe komuna me përgatit me morë masa, do të thëtë. Do të thëtë, kjo për këtë javë, do të thëtë qapatë me... Fundjava. Vjës, po, do të thëtë, më përgjësi edhe i pomë dhe Vrancina që shënë zhvillu gjatë javës. Shkojmë të slajdi tjetër, tash prak të shojmë për cilësinë e arit, me qenë se gjatë kësaj jave të mendime për motin pak, do të flasë edhe për cilësinë e arit që shëpatëm gjatë marsit. Shkojmë të slajdi tjetër, rezia nëse mundëni. Do të thëtë, për këto e kemi ndotjen ajrore gjatë këtij marsit, do të 2025-ës, po vrejtë që kryesisht ka qenë vlerat pranueshme dhe të mira me ngjyrë gjelbër po shtrihet në pjesën më të madhe të territorit. Pak vlerat më të rritura ka qenë në Prishtinë, edhe në Mitrovicë, do të thotë sidomos te Grimcat për me 2.5 edhe për me 10, 9 ditë ka pas te kalime me Grimca për me 2.5, me Grimca për me 10, 3 në Prishtinë, 10 në 2 do të thotë në Mitrovicë edhe në Biliq. Po në përgjithësinë tjera pjesë, sidomos Peja, Prizreni, po edhe Hani e Lezit i kanë pas vlerat shumë të mira, do thotë, sidomos Prizreni po vret, edhe më shumë se gati 50% ka qenë vlerat mira, do thotë, indeksit cilësisë ajrit. Kështu që tamam është vrejt ajo që e patëm një më të ndryshueshëm gjatë këtij marsi, po vret që do thotë kanë ndiku pak edhe në cilësinë e ajrit që ka qenë pak ma e mirë, do thotë, përjashtu vetëm rrafshën e Kosovës, ndoshta disa periudha që i patëm pak motën më të ftoftë. Në disa periudha ajo ka ndiku mandej lanë djegë, se me djegë pak ma shumë, edhe i ka mojt, do të thotë edhe 25% vërtimeve këtu indeksin në vlera adopta. Shkojmë të slajdi tjetër, vishë të bëjmë një krahasim, do të thotë që është ndikon për shembull kushtet atmosferike vjos në këtë cilësinë e arit. Do të thotë këtu e kemi vitin 2025, e kemi pas temperaturat 3.3 gradë Celsius më të larta mbi mesatare saj për këtë territorit kështu në përgjithësi, shtypja atmosferike ka qenë për rreth vlera normale. Mirë po, vitin e kalum kanë qenë edhe temperaturat më të larta, po edhe shtypja ka qenë më e ulët, që do të thotë ka pas më shumë kalime të cikloneve, edhe po vret që vitin e kalum pjesën më të madhe të stacioneve ka qenë indeksi i cilësisë së ajrit në vlerat pranueshme apo të mira. Sidomos vlen me përmend këtu Drenasin, do të thotë që gati 100% është në vlerat pranueshme dhe të mira, sidomos edhe Prizreni, Hani e Lezit, edhe në Prishtinë ka pas më pak ndotje, do të thotë vitin e kaluar vetëm 2 ditë me tejkalime kanë qenë saj përket për me 2.5-it, apo 3 ditë në Gjilan, në krahasim tash në Prishtinë patëm 9 në këtë mars, për me 2.5 e 3 me për me 10. Mirë po, një situatë këtë ndryshë parasitët në 2022. Ka qenë marsi më i ftohtë, do të thotë për 2 gradë Celsius më i ftohtë, po edhe shtypja atmosferike ka qenë më e lartë, që do të thotë anticikloni ka dominu për mbi vend, edhe do të thotë kjo ka shtim andaj qarkullimi ajror nuk ka qenë fort i mirë, temperaturat e ulta që i ka bëa anvisnit me djegë, sa më shumë lanë djegë se për më ngro,
Edhe kemi një tejkalim tepër të madh, do të shqyrëqohet, do të pjesa e rrafshit Kosovës, ana Morovës, sa ka pas vlera dopta, do të mund Gjilan 75% ka qenë vlera dopta. Indeksi mandej diku 50% në Prishtinë, edhe në pjesë tjera do të përmi 25% në Mitrovicë, po shqyrëqohet ditë me tejkalime 21 ditë ka pas tejkalimet vlerave kufitare të PM2.5, animlet PM10, edhe në bilisht ashtu matnolta, tash vetëm krahasuar do të thotë mas 2 vjetëve shkaku i shtypjes atmosferike që ka qenë më ulët, ka pas më shumë ciklone, erna më shumë kanë fry, e ka mojt cilësinë e arit të vlera më të mira, do të thotë, edhe temperaturat i kemi pas më të larta vitin e kaluar, sidomos më viti i kaluar, më i ngrohtë si në Evropë, si në Kosovë, po edhe këtë mars do të thotë kemi pas tepër të ngrohtë, po do të thotë shumë lunë rëll kushtet atmosferike në cilësinë e arit, sidomos në këto periudha dimnore. Si të është pak ma ftoft, kushtet anticiklonike e bojnë vetën, do të thotë, s'ka qarkullim ajror edhe dije mas dej visi fshen titit, Prishtina venën e pare për ndotje ajrore. Po du me thonë që shumë lunë rëllë kushtet atmosferike, kështu që nuk bën këtë mu bazu vetëm të ajo sa po ka ndotje industriale, edhe pse industrisë kemi tepër të fillume për momentin pas që ato termoelektrona pak që e mujnë me ndiku, po edhe ato e kanë një farë rrugët vetëm, po do të nuk mund me ndiku në Gjilan për shembull nuk ka termoelektrona që me jap gjithë këtë ndotje, po janë këtë janë visnive që bëhet. Po shi do të 2022-24 ditë ka pas tejkalimet vlera për 2.5. Këta e kemi vetëm 3 edhe vitin e kaluar vetëm 3 kanë qenë. Po do të thotë tepër rol luajnë edhe kushtet atmosferike. Okej, të shohim në slajd tjetër, që më ka duke shumë interesant. Shohim të slajd e jashtëm regjia nëse mundeni për pluhurin saharian. Me qenë se i patëm do të thotë sidomos gjatë marsit, po edhe tash në prill kohëve të fundit i kemi pas do të thotë atë pluhurin që kemi gjithmonë zakonisht po vrehet në vetura për shkak më shumë. Këtu i kemi 2 vite të krahasume, po më 2 marsat që i kumorë si për krahasim, janë shërbimet për vrejtimin e atmosferës Kopernikus, që do të thotë këta e bojnë matjet e ndotjes ajrore, do të thotë i morrin për stacioneve ndryshme në rajon, edhe japin mandej për afërsisht edhe prej kushteve atmosferike japin një farë ndotje. Pluhuri saharian zakonisht do të thotë pluhuri që na vjen për jugut, kryesisht për kontinentit afrikan. Këtë mars do të thotë ka pas disa periudha, po jo tepër të larta që kanë depërtuar më shumë mbi ishit baleare, do të thotë për rreth Majorkës atje ku po vrehet ajo pjesë. Mandej kemi pas pak në Sicili dhe në Italinë jugore, derisa mbi rajonin tonë më pak ka pas këtu epizode. Mirë po, vitin e pandemisë virus, në mars 2020, ka ndodhur një rast shumë unik. Nuk ka pas depërtimet pluhunit saharian, po ka ardhur pluhun prej shkretinave në Azinë qendrore. Do thotë ka detizi, ka ardhur mandej nëpërmjet Bullgarisë dhe ka ardhur mbi Ballkan plus deri mi Apeninë, do thotë, ku po vjen këto vlerat pak më të larta edhe deri në 150. Edhe ka qëndruar koxha një 2-3 ditë, do të thotë ai pluhun, edhe ka pas një rritje të pluhunit edhe në vendin tonë. Do të thotë nuk ka qenë pluhun saharian, po pluhun aziatik, as ku di çështja vojnë ne jam me çan se po vjen pi lindjes. Po mu ka duk edhe në atë kohë kur vrej do të thotë në parashikimet që po vjen pi lindjes, mu ka pas duk pak interesant se kur nuk gjithmonë është shvul pluhuni saharian, do të thotë që vjen pi Saharës, po jo edhe pi lindjes. Po që po më i kemi ndodhur varësisht tash ato qarkullimet ajrore që kanë ndodhur, po në atë vitin e pandemisë me qenë se na duke çdo gjë jashtëzakonshme edhe breshnit, se ishin në formë Covidit po bjen. Edhe kjo pluhun do të thotë na ka pasur si befas madje në disa pjesë në stacionet të Prishtinës nuk e kam sakt figurën sa kanë arrit ato vlerat e këtyne grimcave për më 10, më duke dikun edhe deri në 300 mikrogram për metër, ku do të thotë që ka të kaluar dhe ndotjet industriale, do të thotë atë që kanë qenë vlerat e larta, derisa ka Novi Sadi
ka pas arrit edhe deri në 600 mikrogram për metër kub. Do të thotë grimcat kanë qenë çaq denduna, po edhe në Prishtinë do të thotë i kam pamjet kur ka depërtu ky plun, që edhe në Prishtinë ke pas një dukshmëria ka qenë më e reduktuar, do të thotë dukshëm më e reduktuar se sa për shembull kur depërton pluni saharian mbi vend. Po du të thonë që shumë interesant ka qenë ai mars në 2020 me këtë depërtim plunit. Tash të shohim viteve tashme a mundet me ndodh ende, po më qenë se kur po vjen pluni saharian pak më shumë reduktimi i dukshmërisë më shumë vret në pjesën e Dugazhinit se sa në pjesën e rrafshit Kosovës. Mirë, po kur vjen pi lindjes, atë rrafshi Kosovës është pak më e ka dukshmërinë më të reduktuar edhe qielli është më i turbull kur vijnë këto epizode të plunit prej Azisë Qendrore. Okej, kryte me këtu me plun, të ecim tash për këtë javë, do të thotë me qenë se po na pret një mot pak më nerviosi, nuk e ke mo. Nuk e ke mo do të thotë atë probleme. Regjia nëse mund më shku me slide-in tjetër. Do të thotë prap o e kem një Omega Block që po na bllokon anticiklonet mbi Evropën qendrore, që do të thotë prej marsit edhe në prill i kemi në gati në spaktën çdo javë, po mundet me ndodh një Omega Block që po koncentrohet mbi pjesë të Evropës qoftë qendrore apo këtëre kemi pak mbi ishit britanik. Mirë, po kjo anticikloni që po parashitet më do të rrjedh do të zhvendoset gradualisht gjatë javës mandej edhe mbi pjesë qendrore lindore. Paraprakisht fillimisht do të thotë në fillim këto ditë e para jemi në fushat anticiklonike që tash komë na dhon pak një përmirësim të motit. Mirë, po sa i përket temperaturave ka një rrjedhje të rrymave ajrore pak më të ftofta do të thotë për lindjes, kështu që këto ditë kemi me pas edhe erna veriore pak më shpesh, që ndoshta nuk i mojnë temperatura tepër të larta, apo janë të kënaqshme. Derisa mbi Evropën perëndimore po parashihet me pas një rritje temperaturave, me qenë se andaj kanë me depërtuar më shumë do të thotë masat ngrohtë ajrore që vijnë prej Afrikës veriore. Derisa po vret që temperatura tepër të ulta mundën me përfshi pjesë të Anadollit, po edhe Afrikën verilindore, do të thotë Libin apo Egjiptin, që mundet me pas temperatura më të ulta. Natyrisht nuk janë tepër temperatura të ulta, me qenë se në Kairo prapë parashihen me pas temperatura mbi 30 gradë Celsius. Shohim të slide e jashtëm, të shohim trendin për këtë javë do të thotë më detajisht. Por shihet do të thotë vjus kemi pas më shumë intervale me diell. Ditën e sotme vetëm janë nisën më shpërndar vranësinat. Aty këtu ndoshta mundet prapë ndaj rrebesh shiu më zhvillu orëve të pasdites, mirë po janë pak më të lokalizuar. Api ditës nesme, sidomos dita nesme ka më qenë më shumë ka më pas diell, mandej kemi edhe të mërkurën kalojnë pak vranësina, po kryesisht dominojnë intervalet me diell. Ndërsa për festën e Nimajit po parashit edhe me pas pak vranësina, mirë po intervale me gjata me diell. Tash për momentin do të thotë në parashikimet e fundit tajtën e premte ndoshta mundet me mbet si rrebeshet izoluar rreth visë malore, ndoshta mundet me pas, po kryesisht është stabil spaktën deri të shtunën e tek ditën e diel mandej na parashiten sinjale pak më shumë që mundet me pas pak më shumë treshuna mbi territor të vendit, edhe tu shku mandej në javën e parë do të thotë muajit, mas 5 muajit mundet me pas pak periudha me treshuna, do të thotë ndoshta me siguri prap ka me pas depërtime të ciklonit mbi vend, edhe i kemi edhe temperaturat edhe mundet me pas edhe periudha me treshuna. Sa i përket temperaturave, do të thotë mbi 20 gradë Celsius po parashihen edhe ka me pas një rritje graduale spaktën deri në fundjavë i arrin edhe 23-24 gradë Celsius, apo ndoshta edhe 25-27 gradë Celsius në pjesë Dugazhinit, po do thotë temperaturat janë kënaqshme, do thotë pak mbi mesatare, nuk ka me qenë as tepër nxehtë vjos, kështu që perfekt një javë edhe motit mirë për na pret. Ernat që i përmena do thotë kryesisht kanë me fry prej veriut, kështu që do thotë ernat pak ndikojnë në këtë temperaturë, në këto temperatura që mos më shënu
një rritje të madhe. Mirë po ditë nesër dhe pas nesër vjus ekziston mundësia që në temperaturat minimale me qenë pak ma tulta. Me qenë se është kthjellët, masat ajrore pak ma të fëtëta që kanë depërtu, mundet me ndodhë që ditën e nesër ndoshta me zbrit nesër ose pas nesër din 3 apo 4 gradë Celsius temperaturat orëve të mëngjesit. Mirë po ditën mandej kemi temperaturat e nata mbi rreth 20 apo mbi 20 gradë Celsius që po shkojnë temperaturat. Për javën e parë të tëtë, mas datës 5, me siguri atëre kemi vjen sërish në një destabilizim, kështu që kemi periudha edhe me shi gjatë asoj jave. Po, për këtë javë, po parashtiet me qenë kryesisht kthjellët edhe ndoshta mundet me ndodhë jashta statistikave një muaj me murë kryesisht mirë, se zakonisht pa për një maj mas ditës gjithmonë e prishim piknikun ato rrebeshët e pas ditës. Po këtë herë po më duket ma shumë këme pas intervale me diell. Okej, shkojmë tash te trendet stinore, të shojmë në bazë Institutit Hidrometeorologjik të Suedis, me qenë se këto trendet stinore që të regon kë institut në do rastë po janë kohë gjatë sakta, sidomos edhe me temperatura, edhe për mars më duket që është të dalë kohë gjatë rreth vlerave mesatare. Tash për muajin maj po parashit po mbetet do të thotë mundësia që më qenë më ngrohtë mbi vlera mesatare pjesa më e madhe e rajonit, megjithëse një probabilitet ka pak më të ulët që kanë më qenë më të larta temperaturat, mbi vendin tonë për një temperaturë afër mesatareve, do të thotë për 0.2 gradë Celsius, kështu që nuk po duket muaji tepër i ngrohtë me pas temperatura tepër të larta ma shumë përmi 30 gradë Celsius, po kryesisht do të thotë prej 20 deri 25 gradë Celsius mundën me qenë temperaturat maksimale gjatë muajit. Asoj përket për treshunat për na i shfaqe mundën me qenë pak më të shumta, edhe për 30 apo 40% më të larta prej sidomos mbi vendin tonë. Po të shohim tash do të thotë me qenë se prilli me këto treshunat e fundit që i patëm, po i afrohet vlerave mesatare, edhe pse nuk po i te kalon, po rreth vlerave mesatare duket i ka prilli, asa për maj do të thotë temperaturat janë rreth vlerave normale, edhe treshuna me siguri ka me pas do të thotë ku masku e këto rrebeshët pranverore, patjetër që kemi mi pas gjatë muajit. Shkojmë te slajdi i jashtëm për muajin qershor. Edhe qershori po parashit do të thotë me qenë pak më i ngrohtë, mirë po ju ndoshta një temperaturë tepër ekstreme për 0.4 gradë Celsius për parashat mbi vend që kanë me qenë temperaturat më të larta. Asoj përket treshunat janë kryesisht rreth mesatare, edhe po vret një farë largyshie këtu në këtë parashitjen grafike ku ka do të thotë është probabiliteti i ulët edhe për me pas më pak treshuna, po edhe pak për më shumë, kështu që më shumë janë rreth mesatarëve. Mbi vend po parashiten dikun 10% më shumë me pas treshuna, po kryesisht kisha pas pak rezerva në këtë aspekt, ndoshta më shumë ofër lehtazi mundën me qenë në qershor në mesatare, po do të thotë edhe qershori po duket jo tepër i ngrohtë, edhe me treshuna për rreth mesatare. Shkojmë te korriku, me qenë se këta muaj tjerë veror që i pomë edhe në trendet e fundit stinore, po parashitet mundësia që ndoshta me qenë pak më të nxehtë. Edhe në këtë rast te Instituti Hidrometeorologjik i Suedis po japin një trend për deri në 0.7 gradë Celsius me qenë më ngrohtë mbi vendin tonë, temperatura mesatare mujore, probabiliteti është mesatar që do t'jem mbi normale temperaturat, po parashiten aty këtu dikun edhe probabilitete pak më të larta që ka mundën me qenë më shumë temperaturat më të nxehta, po ende ka paqartësi do thotë për muajin korrik. Mirë po soi përket treshuna, po shihet që vera do të jetë pak më e thotë, edhe për 20% do thotë më pak treshuna me pas gjatë korrikut, po me siguri edhe gushti mandej mundet me pas më pak treshuna. Edhe ashtu do thotë në trendet e fundit sinore që i pomë të qoftë për qendrës parashikimeve hatmesme, po edhe për aty në multimodelore, po del që vera mundet me qenë më e thotë do thotë gjatë këtij viti. Kështu që temperaturat janë rreth 1 gradë Celsius ndoshta më të larta mbi mesatare në korrik, a treshuna do thotë më të pakta. Kështu që do thotë një verë më e thotë. Këto ishin këtë views që i kumë përgadit do thotë për ditën e sotme, edhe i shuajmë do thotë më detajsh mandej edhe pak të mendimi për motin këto trendet sinore. Po
Po edhe për cilësinë e orit pak flasim ma detajsh mandej. Po me rëndësi do të thotë që u vrejt do të thotë shumë rrëll lunë kushtet atmosferike të cilësia e orit. So ma ftëft që është edhe shtypja më e naltë, disë mandej i kemi ato partitit në vendin e parë. Po për këtë javë, lajve të mira do të thotë, edhe adet në Kosovë lajve përmena do të thotë në ditën e mërkurë që po parashihet një stabilizim i motit edhe këtu parashikimin po mbesin, kështu që këtë javë kemi me më të mirë. Që ka nënësi. Ani pse ditën e hënën ndoshta e kemi nisë pak me zymësi edhe më ndëvnanët. Shpëzojmë qytetet në vazhdim. Kemi me pas më të me Shiny happy people Monday. Mendim, falenderoj shumë për gjitha detuajet. Edhe sot që i dha për gjithë shikuesit e #gjesit. Faleminderit.